Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Fokusi këtë sezon veror do të jetë pastërtia dhe menaxhimi i Bregdetit. Ministrja e Turizmit Mirela Kumbaro, gjatë një mbledhjeje me task forcën e turizmit, theksoi se dyfishimi i hapësirave publike sjell edhe më shumë përgjegjësi për bashkitë në procesin e pastrimit. 301 maturant të shkollave në Bashkitë Gjirokastër e Libohovi janë nënshtruar sot provimit të parë të maturës shtetërore 2025, ati në gjuhën e huaj. Për ta, testi ishte i nivelit mesatar. Ky provim u administrua në 3 ambiente. Luzati, fshati vjetër i Bashkisë Tepelen, me histori natyrë të paprekur dhe njerëz punëtor, sot po shndrohet në një pikë tërheqëse për turistët. Banorët e tij janë të njohur për blegtori e bujqësi, por vitet e fundit kanë hapur dyert për të mirëpritur turistët e huaj. Vendi ynë po kthehet në një destinacion turistik edhe për fqinjët tanë. Vizitor nga Janina dhe Korfuzi vlerësojnë resurset natyrore dhe historike që ofron jugu i vendit ton. Nga viti në vit, turistët grek po bëhen gjithnjë edhe më prezent, jo vetëm në Gjirokastër dhe Sarand, por në të gjithë Shqipërinë. Ju njohim tani më gjerësisht. Fokusi i shtuar këtë sezon veror do të jetë pastërtia dhe menaxhimi i Bregdetit. Ministra e Turizmit Mirela Kumbaro, gjatë një mbledhjeje me task forcën e turizmit, theksoi se dyfishimi i hapësirave është më shumë përgjegjësi për bashkitë në procesin e pastrimit. Ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro dhe Ministri për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku dhanë mesazhe të rëndësishme për sezonin veror në kuadër të mbledhjes së Task Forcës së Turizmit dhe Këshillit Konsultativ Qeveri Vendore, Vetqeverisje Vendore. Ministri e Turizmit Mirela Kumbaro tregoi planin e masave për Bregdetin, duke sqaruar se dyfishimi i hapësirave publike sjell edhe më shumë përgjegjësi për bashkitë në procesin e pastrimit. Për këtë arsye, Ministra e Turizmit dhe Mjedisit edhe këtë vit do të mbështesë bashkitë bregdetare me forca të shtuara në kapacitetet e pastrimit. Kumbaro bëri thirrje gjithashtu bashkive që të mos neglizhojnë asnjë ankesë të qytetarëve, teksa paralajmëroi kontrolle në terren gjatë gjithë pikut të sezonit veror. Vetëm subjekte të cilët kanë një strukturë akomoduese, pra një bujtin, një hotel, sipas kategorive të certifikuara dhe të miratuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, mund të aplikonin për të menaxhuar stacione plazhi. Ka qenë një proces shumë i gjatë, një proces i vështirë, një proces të cilin do ta verifikojmë në terren në momentin që praktikisht fillon intensifikohet aktiviteti i plazheve. Është shtuar sipërfaqja e plazheve publike. Kemi praktikisht dyfishim të plazheve publike krahasuar me vitin e kaluar, të cilat shkojnë në përgjegjësi të drejtë për drejtë të bashkive për mirëmbajtje dhe për pastërti. Për të ardhur në ndihmë, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit edhe si vjet do të vazhdojë me operacionin plazhe të pastra, duke shtuar numrin e bashkive, të cilat përfitojnë nga dyfishimi i mjeteve, forcave dhe operatorëve. Praktikisht është Bashkia Shkodër, Bashkia Durrës, Kavaj, Rogozhin, Fier, Divjak, Vlorë, Himar, Sarand. 2 bashki nuk janë pjesë e këtij procesi dhe do ta them pse, sepse janë 2 bashki që praktikisht ja kanë dalë dhe ja dalin vetë ta kryejnë këtë proces. Është Bashkia Lezhë, të cilën e mbështesim vetëm me grant, me cilën shton forcat e mirëmbajtjes dhe vazhdon të jetë një ndër bashkitë model për sa i përket pastërtisë në plazhe, dhe Bashkia e Pogradec që e ka shumë më të kufizuar aktivitetin dhe edhe ajo ja del vetë me forcat e veta. Por monitorimi në terren do të jetë njësoj për të gjitha bashkitë. Parashikojmë që do të jetë ndoshta detyra më e vështirë që kemi dhe kërkoj sensibilizimin e të gjithë aktorëve edhe për një arsye tjetër. Nuk është një gjë që mund ta bëj vetëm bashkia, shumë kollaj thuash e ka bashkia për detyrë. Ndërkohë, Ministri Mazniku e vuri theksin në vlerën ekonomike që turizmi sjell për bashkitë, duke vënë theksin tek aspekti ekonomik. Vitin që kaloi turistët shpenzuan në Shqipëri diku pak më shumë se 5.5 miliardë euro. Prej këtyre, rreth 30% e këtyre parave shkuan për shërbime. Kryesisht bare, restorante, shërbime të nivelit. Edhe ky është një funksion i cili lidhet ngushësisht me bashkitë. Në shumë për elementeve të tyre, nga mënyra si funksionojnë baret, restorantet,
ke cilësia e mënyrës si ofrojnë shërbimet, ke mënyrën se si ato largojnë mbetjet që ngelin aty, ke mënyrën se si aksesojnë qytetin, pra dhe funksionimi i këtij sektori. Por nga ana tjetër ky sektor është dhe te masa demokratik. Kjo të thotë që 30% e këtyre parave janë shpenzuar në bare, restorante, u kanë punuar kuzhinier, kamarier, mirëmbajtës, pastrues, njerëz që kanë punuar në këtë industri, të cilët janë qytetarë të bashkive respektive, në pjesë më të madhe të tyre. 1/3 është shpenzuar në hoteleri, 30% është shpenzuar në hoteleri. Prap një sektor i cili është lidhur ngushësisht me funksionin e bashkive. 30% tjetër, pak më pak se 30 në fakt është sektori i tretë, po i afrova ke 30% që për t'i thjeshtuar, janë shpenzuar për produkte agro-ushqimore, të cilat dhe këto janë të lidhura ngushësisht me qytetarët e secilës prej bashkive respektive, po dhe të gjithë vendit, dhe 10% janë shpenzuar për transport, që gjithashtu lidhet prap me funksionet e bashkive. Pra, teksa nganjëherë me drejt ministria vuri theksin e fakti që për shumë bashki turizmi është dhe për funksionet e bashkive është deri diku një formë halli, nevoja për të shërbyer këtyre njerëzve është një peshë e ngarkuar në kapacitetet bashkiake, nga ana tjetër impakti që kjo ka në ekonominë e vendit, po dhe në ekonomitë e familjeve të qytetarëve tuaj është jashtëzakonshëm. Maturantët në të gjithë vendin nisën sot provimet e maturës shtetërore 2025, duke filluar me provimin e gjuhës së huaj. Në këtë ditë të rëndësishme për nxënësit, Ministri i Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, përcolli një mesazh inkurajues dhe gjithëpërfshirës për maturantët. Ajo i cilësoi provimet e maturës shtetërore si një moment shumë i rëndësishëm për ta. Le të ndjekim mesazhin e saj. Të dashur maturant, sot nis një moment shumë i rëndësishëm për ju, provimet e maturës shtetërore. Mbi 27.000 prej jush do të përballeni me një seri provimesh që nuk matin vetëm ato që keni mësuar, por edhe përkushtimin dhe mundin që keni treguar gjatë gjithë këtyre viteve të gjimnazit. Sot nisni me gjuhën e huaj, më pas do të vijë provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë në 10 qershor, matematika në 17 qershor dhe në 24 qershor do të zhvilloni lëndën me zgjedhje. E vetmja gjë që kërkohet sot prej jush dhe në vijim është të përqendroheni tek ajo që dini. Pjesa tjetër, organizimi, mbarvajtja e maturës, është përgatitur me shumë kujdes nga mësuesit, drejtuesit e shkollave, deri tek ekspertët e qendrës shërbimeve arsimore që për muaj me radhë kanë punuar për ta garantuar këtë proces të drejtë, të sigurt dhe të besueshëm për të gjithë. Që në janar janë shpërndar modelet e testeve, janë zhvilluar paratestimet në shkolla për të identifikuar vështirësitë, janë organizuar trajnime intensive me hartuesit, administratorët dhe vlerësuesit e testimit. Janë përzgjedhur me kujdes qendrat ku do të zhvillohet testi dhe është ndërtuar një fond pyetjesh në përputhje me programet orientuese. Kemi ndërmarrë edhe një hap të rëndësishëm për përfshirjen e nxënësve me nevoja të veçanta nëpërmjet testeve specifike. Për herë të parë, për nxënësit që nuk dëgjojnë, do të kenë pranë tyre mësues të gjuhës së shenjave gjatë testimit, një masë që siguron dhe nxit barazinë, dinjitetin për çdo nxënës. Në këtë proces janë angazhuar 145 administratorë të trajnuar, të cilët do të kujdesen për çdo aspekt të provimit, nga tërheqja e materialeve, kontrolli i ambienteve, ruajtja e fshehësisë deri tek dorëzimi i testeve. Ata do të jenë aty për t'ju dhënë gjithë qetësinë dhe sigurinë që ju keni nevojë. Janë ngritur 145 qendra testimi sipas standardeve, ndërsa 620 mësues janë përfshirë në procesin e vlerësimit për të garantuar një maturë transparente dhe të drejtë për të gjithë. Të dashur nxënës, e dim që keni kaluar shumë kohë duke studiuar, duke bërë ushtrime dhe duke u përgatitur. E dim që keni patur dhe do të keni emocione në këtë muaj, edhe dilemat tuaja. Ajo që ne si prindë dhe si mësues ju themi është besoni tek vetja. Më e mira është përpara jush, për gjithçka që vjen pas këtij momenti në rrugtimin drejt një të ardhme të shkëlqyer për të gjithë. Suksese. 301 maturant të shkollave në bashkitë e Gjirokastrës dhe Libohovës janë nënshtruar sot provimit të parë të maturës shtetërore 2025 ati në gjuhë të huaj. Për ta, testi ishte i nivelit mesatar, ndërsa ky provim u administrua në 3 ambiente.
Si në mbarvendin edhe maturantët Gjirokastrit startuan sot sezonin e provimeve, të rinj nga shkollat e bashkive Gjirokastër dhe Libohov u grupuan në 3 qendra administrimi, 2 të vendosura pranë gjimnazit Asim Zeneli dhe 1 në shkollën 9-vjeçare Koto Hoxhi. Sot për 2 orë e 30 minuta ata zhvilluan testin në gjuhën e huaj, të cilin e vlerësuan të nivelit mesatar. Relativisht i lehtë, sipas niveleve të ndarë, edhe e gjeta veten në nivelin tim. Që shumë i lehtë, të gjithë të mbanim një qetësi në veten tonë edhe çdo gjë si për mrekulli. Testi ishte shumë i thjeshtë për mendimin tim. Që i lehtë, me sa sa bën, nuk qet ndonjë vështirë. I bëm të gjitha. Me ankth pak, por që okej. Mjaft i lehtë, jo shumë i vështirë. Por që okej. Do se të shkoj me sukses. Cilën gjuhë? Anglishtën. Ishte okej, testi për mua ishte i thjeshtë, unë kisha italishten, për mua ishte mirë, shumë i thjeshtë. Pavarësisht kësaj, pati edhe pika ku ata u vendosen në vështirësi. Patë më shumë të keseja. Tek pjesa e eseve. Për shembull, ngeca pak të disa alternativa. Në këtë provim morën pjesë 301 maturant, 3 prej të cilëve me aftësi ndryshe që ju nënshtruan testeve të personalizuara. Stërvitja shumë kombësh e Defender Europe, një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse të dekadës së fundit në Europë dhe Afrikë, ka sjell në vendin ton edhe shumë të rinj shqiptar të emigruar në SBA. Ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu ka ndarë sot historinë e kapitenes Hatixhe Çollaku me uniformë amerikane, por me prejardhje shqiptare, duke konsideruar një krenari të dyfisht. Ndjekim një mesazh që ka dhënë kapitenja Çollaku. Unë jam kapiten Hatixhe Çollaku nga forcat kombëtare të New Jersey në Amerikë. Me prejardhje nga Shqipëria, peshkopia me origjinë. Kam hikur në Amerikë në vitin 1999 me familje, në lotari. Familja nuk donte që të harroj as kulturën, as familjen, as gjuhën, edhe jemi kthy sërish në çdo verë për pushime, edhe pastaj pasi u futa në ushtrinë amerikane kam ardhur dhe për misione. Pakëm pas babi në ushtrinë në Shqipëri, edhe më ka pas pëlqejë gjithmonë ushtria, po pasi vazhdova universitetin, ushtria më dha një mundësi që të paguaje shkollën, totalisht 4 vite, dhe pastaj kur bëra oficer, ndeta sepse më pëlqeu shumë mundësia që të jo vetëm të falenderoj shtetin që banoj, po edhe të shkoj në misione me shtetin që kam lind, edhe kam këtë lidhje në të dy anë. Kemi ardhur për European Defender Operation, edhe unë jam me G2 Intelligence. Fakti që më pëlqej të punoj me ushtrinë shqiptare, është dhe kjo pjesa që është një exercise multinacional, edhe ke ushtrinë në çdo lloj vendi të Ballkanit, të Europës, edhe gjithmonë kur janë këto mundësia të punojnë jashtë shtetit, për mua është diçka e mirë. Luzati, fshati vjetër i Bashkisë Tepelen me histori dhe natyrë të paprekur, gjithashtu njerëz punëtor, sot po shndrohet në një pikë tërheqëse për turistët. Banorët e tij janë të njohur për blegtori dhe bujqësi, por vitet e fundit kanë hapur dyert për të mirëpritur turistët e huaj. Fshati Luzati i Bashkisë Tepelen, një nga fshatrat më të vjetër të zonës, edhe pse gjatë luftës është djegur 2 herë, ka mbijetuar me dinjitet. Sot ofron një pamje piktoreske, natyrë të paprekur dhe një frym që lidhet ngushtë me bujqësinë dhe blegtorinë. Banorët janë mikpritës dhe punëtor. Dikur fshati numëronte rreth 400 banor, ndërsa sot janë rreth 80 shtëpi të banuara. Një fshat i vjetër. Më përpara ka qenë ndërtuar këtu në këtë rrezën e malit, deri aty teja, nga ajo që s'kishte ujë, edhe kishte shumë gjallë, për u detyruan edhe ikën, u shpërngullën këteva, u mbështetën lart. Ka pritur në kurisë të tija 2 luftrat, në të 2 luftrat është djegur. Janë vrarë shumë njerëz, dëshmorët si që janë atje, janë marrë tërkohën me blegtori, dhe punëtori, krau. Sa banor mund të ketë?
Sot duhet jenë ja 400, kanë qenë ja 400 banor, 80 shtëpi janë, se janë emigruar. Ne këtu merremi thjesht me blegtori, me bujqësi, me punët tona. Jemi shumë të kënaqur. Shtëpi Luzati ka plot, po gjithë janë aty, po më të shumtit po janë. Neve mosha 3 për shumë jemi të gjithë aty. Ja, me koshtra, me lop, me pula, me barëra, me prashitje, me vaditje, me mbjellje. Ne shquemi për blegtor më shumë. Ja të 2 djemët e mi ka në një kope me dhi. Na 200 koke mos më shumë. Luzati është kthyer në një destinacion të preferuar edhe për turistët, falë resurseve të pasura natyrore që ofron zona. Ajri i pastër, qetësia, relievi i bukur dhe jeta tradicionale po e kthejnë këtë fshat në një pikë të re agroturizmi. Turistat i mirëprit, ka qenë fshat mirëprit stërkohën, si i tha i buke kripe zëmër të bardhë. Sot e kësaj dite kush të vijë, dyerti janë të hapura në Luzat, jo tek neve, po në gjithë fshatin. Natyra këtu është shumë e bukur, po të futesh në atë grykën lartë ka ujvara, kalojnë vene, frekuentojnë në vendin atje ku del ujë, se del ujë, një 3 kilometra lartë, vene frekuentojnë, kalojnë ditën, bile vjetë një 7-8 makina fjetën këtu. Ka turistë që vinë, fshati është i bukur, çdo gjë këtu, ajri të gjitha janë, ke një ajër të shkëlqyer. Natyrën, malet, lulet, blir, rigon, çajna, të gjitha ka. Vinë turistë këtu? Plot vinë të këqenëna, vinë se është lartë gryke arave që i themi, e grope Greqis që i shpika më e ashtu për turistët, harisin që atje. Ka familje që kanë shtëpi të fëmijëve, të kush do. Banorët po e shohin këtë formë zhvillimi një mundësi për të zhvilluar ekonominë, duke hapur edhe dyert për vizitorët për një të ardhme më të qëndrueshme. Ilaçi i mrekullive kështu e cilësojnë qumshtin e Bletës, jo vetëm njerëzit e mjekësisë alternative, por edhe ata që kujdesen për to. Bletritësja Klodiana Okolishta thot se gjithçka që prodhon Bleta është bekim, ndaj edhe kërkesat për qumshtin e saj janë gjithnjë në rritje, sidomos në këtë periudhë ku ka nisur edhe mbledhja e tij. Kjo është periudha kur bletritësit nxjerrin qumshin e Bletës. Ky produkt është shumë i kërkuar në treg për shkak të vetive të tij kurative, por edhe sepse nxirret në sasi të vogla dhe kërkon shumë kujdes nga bletritësit. Kemi 20 ditë që kemi filluar procesin e nxjerrjes së qumshit të Bletës. Në fillim vendosim larvat, mbas 3 ditësh vim dhe i shikojmë, i nxjerrim, i heqim larvat prej saj dhe fillojmë të mbledhim qumshin. E bllokojmë mbretëreshën ose e bëjmë kosheren që të mos ketë mbretëresh, që të vendosim larvat në mënyrë që ato të gënjehen deri diku që të fillojnë që të mbledhin qumshin. Kryesisht, ky është, si ta thuash, është gjelatina mbretërore dhe këtë produkt e marrin për fëmijët që janë me imunitet të dobët, e marrin për moshën e tretë, pse jo për të gjithë familjen, sepse përveç se mirë nuk bën asnjë gjë. Bletëritësja Klodiana Okolishta thot se për të është viti 8 që merret me nxjerrjen e qumshit të Bletës. Procesi kërkon shumë kujdes, pasi bëhet manualisht dhe kërkon që të mos dëmtohen as bletët dhe as struktura e kosherës. Ajo shton se e gjithë vëmendja është që produkti të jetë sa më cilësor. Këtu në Shqipëri kemi gati 7-8 vite që po e bëjmë këtë proces nxjerrje të qumshit Bletës, sepse sa më e gjen dhe në treg, por si ajo që e nxjerr vetë, domethënë nuk ka. Qumshi Bletës nxirret, shoqërohet me termos deri në shtëpi, si ju duket, edhe 5 minuta ta ke shtëpinë, shoqërohet me termos me akull brenda dhe atje futet në ngrirje për të mos të ikur asnjë vlerë ushqyese. Kurse gjatë përdorimit do ta heqësh nga ngrirja, do ta vendosësh në frigorifer dhe do përdoret çdo mëngjes. Qumshti i Bletës, i njohur ndryshe si ilaçi i mrekullive, vlerësohet për efektet e tij të fuqishme shëruese. Në vitet e fundit, përdorimi i tij është rritur ndjeshëm si në trajtimet alternative, ashtu edhe në suplementet ushqimore.
Andon Poçi, fshat që përbëhet nga banor të komunitetit të Vllah, dallon për zakonet dhe traditat e veçanta. Banorët e këtij fshati e sigurojnë jetesën me anë të bujqësisë dhe blegtorisë, ndërkohë që vitet e fundit kanë gjallur interes për t'u vizituar edhe nga të huajt. Në njësinë administrative Odrie, vetëm pak kilometra larg qytetit të Gjirokastrës ndodhet fshati Andon Poçi, një komunitet i vogël por me karakter të fortë, i banuar kryesisht nga banora rumun. Ky fshat ka ruajtur me krenari traditat, zakonet dhe mënyrën e jetesës brez pas brezi. Banorët e tij janë të lidhur ngushtë me tokën dhe natyrën, duke jetuar në harmoni me ritmin e jetës rurale. Andon Poçi njihet prej kohësh për traditën në bujqësi, ku kultivimi i frutikulturave dhe sidomos mbjellja e lajthive janë pjesë e identitetit ekonomik të fshatit. Punë fshati ka çdo gjë. Punë bujqësore, ka ardhi, ka lajthi, misër e gru nuk mbjellën do të përshë, o të gjërat tjera i bënë tëra. Ja unë jam të veçar, kam 50 rrenjë. Lajthi në shtëpi, ca kumbulla, ca molle, ca perime, domate, të gjitha i kam bjellë. Të gjithë banorët me bujqësime? Me bujqësime, kemi dhe sa biznes. Është kjo këtu, është e këtu, është ai në mes shatit. Me mbjelljet e pranverës, me korjet e pranverës prapë. Bujqësia, jo dhe bujqësia më tepër se sa frutikultura. Të gjithë janë kthyer lajthis, këtyre arorëve, dhe me të merren gjithë. Tani me lajthi, me rush. Nuk ka lajthia tani. Lajthia do pret të thakët, rënjët të thakët, kështu, presit majat, do një që zënë kështu. Vetëm me bujqësi me banorët? E këtu me bujqësi, s'ka tjetër me bujqësi. Pak ka blegtëri, për më shumë me bujqësi marrin. Krahas bujqësisë, Andon Poçi ka filluar të zhvillojë edhe agroturizmin, si një formë e qëndrueshme për të promovuar resurset natyrore dhe kulturën e zonës. Vinë turistë këtu në fshat, kanë ardhur dhe shtëpinë time. E kam djerë, i kam përcjellë, vërdar fshat. E pëlqejnë fshati? E pëlqejnë, shumë e pëlqejnë. E shumë e gëzuar që të vinë turistë sa më shumë në fshat. Se e pëlqejnë fshati? E pëlqejnë se vinë turistët, se fshati Andon Poçi nuk ka në rreth si fshati Andon Poçi nuk ka. Ja, kemi një fshatarin tonë që ka hedhur shtëpinë e tij në internet, vinë zakonisht me këta që bëjnë kamping, qëndrojnë nga një natë, nga 2 net. U pëlqen si fshat në disa që kemi vizituar. Shumë llojshmëria e zonës. Zakonisht mishrat, zgarra, sallatrat, turshit. Tashmë në fshat tregojnë banorët ka edhe shtëpi pritëse për turistët, duke ofruar një eksperiencë autentike për vizitorët që kërkojnë qetësi, ushqim bio dhe kontakt drejt për drejt me jetën në fshat. Vendi ynë po kthehet në një destinacion të preferuar edhe për fqinjët tanë. Turistë nga Janina dhe Korfuzi vlerësojnë bukuritë dhe resurset natyrore apo historike që ofron në jugu i vendit tonë. Nga viti në vit, turistët grek bëhen më prezent jo vetëm në Gjirokastër dhe Sarandë, por në të gjithë Shqipërinë. Në pesëmujorin e parë të vitit 2025, vjet tregje numër më i madh vizitorësh grek, në krahasim me vitet e mëparshme. Bregdeti i Jonit, sitet arkeologjike në Dropull, Finik, Gjirokastër dhe Sarandë, si dhe objektet monumentale të kultit janë destinacione vizitorëve grek. Ata janë të bindur se shqiptarët janë frekuentues të rregullt të vendit të tyre. Madje janë në dijeni të studimeve serioze, ku shqiptarët me rreth 43 milionë euro në vit radhitet në vendin e dytë të paguesve në Janin, pas gjermanëve. Prandaj edhe qytetarët e Janinës kanë shtuar vizitat e tyre në vendin tonë. Në Shqipëri kam ardhur disa herë, por është hera e parë që vizitova pjesën bregdetare të detit jon. Jam me maknitur dhe tashmë jam më se e bindur se ju i plotësoni të gjitha kriteret dhe premisat për zhvillimin e turizmit. Duhet një menaxhim i studiuar me shumë kujdes. Bashkëpunimi në fushën e folklorit dhe të kulturës midis Sarandës dhe Korfuzit u jep mundësinë këtyre të fundit që të vlerësojnë bregdetin tonë. Ne vijmë nga ishulli i fqinj i Korfuzit, i cili njihet botërisht si kampion i turizmit. Por me sa shoh, Saranda dhe gjithë bregdeti juaj, me natyrën e tyre fantastike, mund të zhvillojnë turizmin në niveleve të larta. Njëkohësisht mendoj se bashkëpunimi në fushën e turizmit midis dy vendeve tona është në interes të ndërsjellë. Programet e qeverisë greke për shtetasit e saj në sektorin e turizmit social kanë ndihmuar në rritjen e numrit të vizitorëve grek në vendin tonë.
Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, mirë takofshim.